Përshëndetje, jemi sot në këtë komunikim jo fort të zakont me mediat për të denoncuar një tjetër akt kriminal të dhunimit flagrant, të lirive dhe të drejtave të njeriut, të shkeljes flagrante të ligjit, të kushtetutës dhe konventës europiane të drejtave të njeriut në raport me të drejtat dhe lirit e presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, i cili prej më shumë tani më se 8 muaj vijon të qëndrojë në izolim ekstrem, pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë penale. Sot, para dite, në shkeljet e ligjit, zoti Duleman Karaj, avokat i studios ligjore Caktari, e angazhuar për mbrojtje ligjore të presidentit Meta, i është ndaluar e drejta për të takuar zotin Meta në ambientet e paraburgimit Jordan Misja. Ky është një rast tjetër skandalos dhe po aq kriminal i dhunimit të drejtave të njeriut, por edhe të drejtave të paraburgosurve, sepse nuk ka asnjë rast të dytë, asnjë precedent tjetër kur një të paraburgosuri i ndalohet e drejta të takohet edhe me avokatë. Gjithashtu dua të denoncoj faktin se zotit Meta po i bëhet çdo përpjekje për ta mbajtur në izolim ekstrem, duke i ndërprer, pra duke i mohuar një tjetër të drejtë, edhe të drejtën e fjalës, sepse vetëm një ditë më parë, edhe pse publikisht, ai kishte lajmëruar një komunikim publik, pra një konferencë të improvizuar shtypi me gazetarët nëpërmjet telefonit tim të ligjshëm të regjistruar zyrtarisht nga SPAK për të komunikuar me presidentin e Partisë së Lirisë. Kjo e drejtë ju hoq, gjoja sikur në ambientet e paraburgimit kishte ndodhur një blackout total. Në fakt nuk është asgjë tjetër veçse një blackout total i porositur nga lart, në mënyrë që zotit Meta t'i mohohet e drejta për të komunikuar me opinionin publik dhe për të përgjigjur pyetjeve të shumta të gazetarëve, por edhe për të sqaruar atë keq informacion të qëllimshëm që prej vitesh hidhet në tregun mediatik nga gazetarët, nga analistët dhe nga mediat që paguhen me paratë e insenatorëve ose që për shkak të së kaluarës së tyre janë kapur peng nga regjimi, por edhe nga SPAK-u, që nuk është asgjë tjetër në fakt veçse një vegël e tij. Mungesa e realizimit të kësaj konferencë shtypit të paralajmëruar ka qenë pikërisht fakti që zotit Meta i është mohuar e drejta të komunikojë, duke vendosur një regjim total blackouti në ambientet e IPV Jordan Misja, dhe ne me këtë rast edhe në emër të zotit Meta, por edhe në emër të Partisë së Lirisë, duam t'ju kërkojmë një ndjes të thellë, edhe pse jo për fajin tonë, ndaj të gjithë familjarëve të paraburgosurve, të cilët prej më shumë se një ditë e gjysmë nuk kanë mundur të komunikojnë nëpërmjet kabinave telefonike të IPV Jordan Misja me familjarët e tyre, për shkak sepse në urdhrat e Edi Ramës, në urdhrat e SPAK, IPV Jordan Misja vendosi një blackout total për të neutralizuar apo një përpjekje për t'i mohuar të drejtën e fjalës dhe të drejtën për të komunikuar me mediat, me gazetarët, me analistët, por edhe me drejtuesit e Partisë së Lirisë, presidentit zotit Meta. Në fakt, këto akte janë të përsëritura dhe nuk tregojnë asgjë tjetër, jo vetëm agresionin kriminal të narkoshtetit, apo siç cilësuar së fundmi nga media më e madhe amerikane, Fox News, regjimi i Ramaduros, janë shkelje të përsëritura të drejtave të njeriut. Mos harrojmë që vetëm pak javë më parë, vetëm pse zoti Meta realizoi nëpërmjet telefonit tim të regjistruar në mënyrë të ligjshme nga SPAK-u për të komunikuar, realizoi pra një intervistë live me gazetaren e nderuar Beti Njuma, ai u dënua me 10 ditë mos ushtrim aktiviteteve sportive, dënim i cili për fat të keq vijon ende ekstradite. Pa haruar gjithashtu të kujtojmë edhe një tjetër rast skandalos të shkeljes flagrante të drejtave të njeriut ndaj zotit Meta, sikur ishte e drejta për të takuar me motrën dhe me fëmijët e tij, pa haruar gjithashtu faktin se ky regjim i tmerruar nga të vërtetat që zoti Meta ka thënë prej kohësh dhe vazhdon t'i denoncoj dhe t'i bëj publike me forcë, pengoi qëllimisht mediat, gazetarët, operatorët të filmonin në 11 maj momentin e votimit të zotit Meta, pikërisht sepse SPAK-u dhe Edi Rama u tmerruan me ngjyrat, siç kundër janë tmerruar prej kohësh nga ngjyrat kuqezi
që përfaqëson dhe që mbron me forcë tani më prej 32 vitesh në shërbim për 32 vite shërbim jetë publike, më falni, dhe politike, presidenti i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta. Në fakt, gjithçka që po ndodh, pra standardi i këtij procesi apo standardi i këtij hetimi është në të njëjtin nivel dhe pikërisht dhe këto akte të tjera dhe kriminale janë vijim i standardit të rrëmbimit kriminal që ndodhi në 21 tetor të vitit të kaluar nga persona të pa-identifikuar, të armatosur, të cilët në mënyrë të dhunshme rrëmbyen presidentin e Partisë së Lirisë jashtë çdo objektiviteti dhe sigurisht në cënim flagrant, shumë të rëndë të ligjit, të kushtetutës dhe të konventës europiane të drejtave të njeriu, jo vetëm duke shkelur të drejtat e një individi, por për më tepër të një ish zyrtari të lartë të këtij shteti, ish president Republike, ish kryetar kuvendi, ish kryeministër, i cili në momentin e rrëmbimit gëzonte statusin ligjor të presidentit të Republikës dhe mbrohej nga garda. Në vijim të këtij procesi, dua gjithashtu të bëj me dije se sot, me lejen e presidentit të Partisë Lirisë, zotit Ilir Meta, ne do të vendosim në dispozicion të mediave dhe të gjithë opinionit publik paçavurën e përgatitur nga SPAK, gjoja për të justifikuar shtyrjen kriminale të hetimeve edhe me 3 muaj të tjerë, ndonse zoti Meta për datës 27 maj është marrë tani më i pandehur, sepse nuk ka asnjë në fakt ky publikim ndodh që në mënyrë që të gjithë shqiptarët, i gjithë opinioni publik të mësojë se nuk ka asnjë provë dhe nuk ka po të patur kur, jo 3 muaj, jo 6 muaj, siç kundër u shtyp pra nga tetori i vitit kaluar deri në qershor të këtij viti, por edhe 6 vite të tjera sikur të hetoj SPAK-u, edhe 600 vite të tjera të hetoj SPAK-u, nuk ka për të zbuluar kur asnjë provë dhe asnjë fakt penal që e implikon zotin Meta në raport me ligjin. Të mos harrojmë që hetimet ndaj presidentit të Partisë së Lirisë kanë nisur në dhjetor të vitit 2019 në kulmin e përplasjes së tij me kryeministrin Edi Rama, ju kujtohet besoj të gjithë shqiptarëve betejë e zotit Meta për mbrojtjen e gjykatës kushtetuese nga ligji antikushtetues i betimit të gjyqtarëve kushtetues te noteri Telana, hetim i cili edhe pse kaluan 6 vite, edhe pse SPAK-ut ju desh edhe 6 muaj të tjera shtesë, edhe pse ka kërkuar sfurmi 3 muaj të tjera shtesë për të grumbulluar prova, nuk ka për të gjetur asnjë fakt dhe asnjë akt penal, sepse në 32 vite jetë publike dhe politike, zoti Meta përkundrazi ka qenë shembull i zbatimit korrekt të ligjit dhe të kushtetutës. Megjithatë, përveç se do të bëjmë sot të publik të paçavurën prej 32 faqes, ku gjoja pretendohen se nga prova të reja, në fakt nuk ka asnjë provë të re, përveç se një elementi të ri që tani më SPAK zyrtarisht me përgjigjen e autoriteteve gjyqësore amerikane ka rrëzuar de jure akuzën fals ndaj presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, për gjoja, pagimin apo lobimin me vlerë prej $1 milion të pretenduar për një foto me presidentin Trump, akuzë e cila u rrit në $100.000 në momentin e rrëmbimit kriminal të zotit Meta, dhe që në fakt rezultoi vetëm një pagesë për $15.000 të ligjshme të deklaruar si në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si në Shqipëri, ashtu edhe në Amerikë. Megjithatë, përveç se do të publikojmë këtë dokument në mënyrë që të gjithë shqiptarët të njihen me të pavërtetat dhe me faktet që SPAK-u në fakt nuk ka në raport me zotin Meta, unë jam i detyruar sot edhe një herë të rikujtoj të gjithë shqiptarëve mbrojtjen dhe rrëzimin apo më saktë shmontimin që zoti Meta u bëri akuzave farsë rritura ndaj tij, akuza tërësisht politike, të diktuara dhe të urdhëruara publikisht nga tribuna e Asamblesë së Partisë Socialiste në 7 maj të vitit 2022 nga kryeministri Edi Rama, akuza të diktuara qartësisht nga Charles Megonigal dhe të firmosura për fat të keq nga Altin Dumani, i cili ende nuk ka aftësinë
që të pohoi dështimin e këtij hetimi kriminal dhe të rëndësishëm politik ndaj zotit Meta apo atë që ne kemi cilësuar si farsën e shekullit të diktuar nga Ramaduro. Konkretisht në këtë material, me cilën të gjithë shqiptarët sot do të njihen, prokuroria pretendon se i pandeuri zoti Meta dhe personi nën hetim zonja Monika Kryemadi kanë konsumuar veprën penale korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve, pasi sipas PAK nga analiza e fakteve dhe provave rezulton se ata kanë vendosur kontakte me administratorin e tyre, personin nën hetim Adrian Shatku. Ky konkluzion i akuzës është shprehje e një vlerësimi jo vetëm jo profesional dhe të pambështetur në asnjë provë apo fakt të paktën për zotin Meta, por është edhe tërësisht tendencios edhe nga të gjitha parashtrimet e bëra nga prokurorët. Ky është edhe qëndrimi që zoti Meta mbajti në seancën e pak ditëve më parë të vlerësimit të masës së tij të sigurisë, që fatkeqësisht seanca rezultoi me një vendim afërmeç në favor të Spakut, sepse tani më dihet se si Spaku shantazhon gjyqtarët dhe afërmësh që dihet se edhe gjykatat nuk janë gjë tjetër veçse një aneks i kësaj drejtësie të kapur dhe drejtësie me regji. Pra, zoti Meta në mbrojtjen e tij ndaj pretendimi ka bërë të ditur se nuk ka asnjë akt apo fakt që të vërtetojë se ai të ketë emëruar apo besuar zoti Shatku si administrator të tij, po kështu nuk ka asnjë akt apo fakt që zoti Meta të ketë qenë në dijeni se Adrian Shatku ka qenë administrator i ish bashkësorët së tij, më falni, dhe se dalin së bashku përfitime të palishme apo edhe të ligjshme. Gjithashtu, në këtë material prej 32 faqesh, totalisht paqavure dhe të diktuar nga Charles Megoligal dhe Edi Rama, prokuroria pra SPAK pretendon se palët, pra zoti Meta dhe zëra Kryemadi të kenë përfituar nga shteta si Adrian Shatku dhe kompania e tij Unifi të ardhurat të konsiderueshme duke përfshirë përqindjen e fitimit, si dhe pajisjen nga zoti Shatku, disa janë me karta krediti. Zoti Meta qartësisht në seancë ka bërë të qartë se ky konkluzion është jo vetëm tërësisht tendencios, pasi nuk ekziston asnjë provë apo indicie që zoti Meta të ketë qenë në dijeni të përfitimeve të palishme apo të ligjshme të ish bashkëshortes së tij nga zoti Shatku, por dhe referenca për ndarjen e përqindjeve të zbuluara në celularin e zonjës Kryemadi, që pretendon SPAK i takon zonjës Kryemadi ta seroj, dhe gjithashtu zoti Meta ka bërë të qartë se akoma më tendencioze është përpjekja e prokurorëve për të paraqitur zotin Meta si bashkëpërfitues apo në dijeni të kartave të palishme që pretendon akuza, të cilat edhe vetë sipas saj janë vetëm në emër të Monika Kryemadit, që rezulton edhe po sipas SPAK edhe përfituese e tyre. Pra zero fakt që zoti Meta të jetë përdorues i një karte bankare të palishme, por tani më SPAK është urdhëruar që edhe pse në mungesë të fakteve të sajoj prova apo të iskenoj lidhje sikur zoti Meta ka qenë në dijeni apo të mund të ketë përfituar indirekt nga këto karta, çka është absolutisht e pavërtet dhe një tjetër akuzë e cila po të çmontohet dhe do të çmontohet jo vetëm publikisht, jo vetëm në Tiranë, por edhe në Strasburg. Gjithashtu, zoti Meta gjatë mbrojtjes së tij ka bërë të qartë se jo vetëm që s'ka qenë në dijeni të kësaj marrëveshje të palishme, por pasi ka mësuar se pas kontrollit në palesën e nënës së zonjës Kryemadi ekzistonte një kartë e tillë, por e papërdorur sipas zonjës Kryemadi, ai vendosi edhe divorcin ligjor me të, duke e vlerësuar si shkelje të rëndë të besimit dhe të ligjit për i politikanëve përvojë, por edhe në dëm të kauzave të këtij politike. Gjithashtu, zoti Meta vetëm në seancën e parë, pas arrestimit të tij në gjykat, ka bërë me dije se është njohur me përdorimin e kësaj karte në San Marino nga akuza, ndërsa për 2 kartat e tjera bankare, ai është njohur vetëm ditën e komunikimit të akuzës si i pandehur, pra pikërisht në datën 27 maj të këtij viti, dhe po kështu është organi i akuzës që provon vetë se zonja Monika Kryemadi është e vetmja përdoruese e kësaj karte dhe se në asnjë rast të vetëm nuk provohet, pra në asnjë rast nuk provohet se zoti Meta të ketë qenë përdorues i këtyre kartave bankare. Një tjetër pretendim i rrëzuar në gjykat nga zoti Meta në këtë gjoja dokument me prova të reja, që në fakt i vetmi lajm i ri dhe vetmja provë e re e theksoj dhe do ta ritheksoj gjithmonë është fakti që ka rënë de jure edhe me përgjigjen e autoriteteve amerikane në çështja
e lobimit. Pra pretendimi tjetër është se ose një përpjekje kriminale e SPAK-ut për të provuar nga gjetja në celulare e zonjës Kryemadhi se zoti Meta të mund të ketë përfituar, pra dyshohet se mund të ketë përfituar 1% të fitimit nga kompania Unify nga marrëveshja e interkoneksionit mes Vodafone. Edhe ky pretendim është po aq i pabazuar dhe po aq kontradiktor, sepse në fakt sikundër dhe vetë zoti Meta ka sqaruar në seancë, është e qartë se nga bisedat e zbuluara në celularin e zonjës Kryemadhi, pra shprehet ne apo ne adhorit dhe të mijat, është e qartë se nga këto biseda është e vërtetë fakti që me ne zonja Kryemadhi nuk kupton vetëm veten e saj dhe kushërinë e saj Adrian Shatku, ashtu sikurse pjesa e dytë, pra nëse është e vërtetë me të mijat, ajo nuk kupton interesat e saj dhe kjo nuk provon as pak as përfshirjen e Ilir Metës në këtë marrëdhënie përqindjesh të pretenduar dhe as pasje për tij në dieni të marrëdhënie të tillë. Gjithashtu, në këtë dokument, prokuroria pretendon se zoti Shatku është një person i besuar Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, edhe sipas deklarimit të zonjës Fatime Kryemadhi është edhe kushëri i largët i tyre. Zoti Meta qartësisht e ka çmontuar në seancën e fundit edhe këtë pretendim të akuzës, duke cilësuar të konkluzion si tendencios, pasi nga i gjithë hetimi i SPAK-ut, hetim 6 mujor dhe hetim i ngritur për 32 vite shërbim të jetës publike dhe politike të zotit Meta, ka rezultuar në fakt se zoti Shatku është person i afërt me zonjën Kryemadhi, si Libran, si dhe me zonjën Ema Shatku apo Çoku, një shoqe afërt e zonjës Kryemadhi, dhe për këto arsye ai, pra zoti Shatku, ka qenë thjesht një person i njohur dhe i respektuar nga presidenti i partisë së zoti Ilir Meta, por asnjëherë dhe kur në asnjë rast as i besuar i tij dhe as në ndjeni të ndonjë aktiviteti të paniqshëm apo të dyshimit. Gjithashtu, për të paraqitur këtë lidhje midis zotit Meta dhe zotit Shatku si shumë të fortë, akuza pasqyron dhe një tjetër episod, pra sipas komunikimeve elektronike të datës 5 shtator 2014, ku zonja Kryemadhi e informon zotin Shatku se zoti Meta do të shkojë në Marok në data 30-31 tetor të vitit 2014 dhe thotë se po të duash për të vajtur edhe ti dhe nëse të duhet në një takim me ndonjë ministër, më tha Iliri, ndërsa Adriani i shpërgjigjer se ai do të shkojë nëse takimin me kryeministrin do ta bëjë unë dhe takoj edhe ministrat e energjisë dhe telekomunikacionit. Ky episod tregon jo vetëm se zonja Kryemadhi ka informuar zotin Shatku për lëvizjet e kryetarit të kuvendit, por siç është shprehur edhe vetë zoti Meta në seancën e fundit gjyqësore, ku ka parashtruar edhe mbrojtjen e tij, Adriani pra rezulton të ketë qenë vërtet shumë i fuqishëm në Marok, sa më tepërsipër jo vetëm të rregullonte takimet me kryeministrat dhe ministrat të tjerë, por pyetja që ngrihet është atëherë për çfarë i duhej një ndihmë e kryetarit të parlamentit të Shqipërisë në atë kohë zotit Meta në Marok, kur vetë zoti Shatku ka qenë i lidhur me kryeministrin e Marokut. Pra, përfshirja e episodeve të tilla nga SPAK kërkon në mënyrë të sforcuar të krijojë një lidhje të dyshim midis zotit Meta dhe zotit Shatku, lidhje e cila nuk ekziston në asnjë rrethana. Gjithashtu, dua të sqaroj se prokurorët në mënyrë absurde kanë përdorur edhe një deklarim të shtetasit Eriol Brajmari, i cili është kushëri i zotit Endrin Brajmari, por që të dy të përfshirë në çështjen e lobimeve për të rrëzuar pretendimin sipas SPAK-ut të zotit Meta se ai nuk ka asnjë lidhje me Adrian Shatkun. Në përgjigje të pyetjeve të bëra më parë nga akuza, zoti Meta i ka bërë të qarta rrethanat e njohjes me zotin Shatku, ndaj ai e ka cilësuar këtë lloj fjalësh të prokurorëve jo vetëm si të pakuptim, por edhe tendencioze. Nëse zoti Meta nuk ka patur, pra ky ka qenë edhe qendrimi i mbajtur për ti në seancë, asnjë lidhje të dyshim dhe të palishme, ky nuk është faji i tij, por merita e sjelljeve të tij për herë të përgjithshme, të lishme dhe të moralshme. Po kështu, shtetasin Eriol Brajmari, e shprehur zoti Meta në këtë seancë, e ka ftuar prokurorinë ta marrë vetë në pyetje dhe ta pyes dhe të kërkojë të dhëna për tij nëse është takuar të paktën një herë apo të paktën 100 herë me shtetasin Adrian Shatku në Tiranë apo edhe në Washington, dhe madje e ka ftuar SPAK-un që të thrasë në ndihmë edhe të dhënat e sistemit
Teams. Gjithashtu, lidhur me diferencat që rezultojnë SPAK-ut për lobimet e ish Lëvizjes Socialiste për Integrim në SBA, duam të theksojmë se çdo veprim nga ana e Zotit Meta dhe e kryesisë së LSI-s deri në prill të vitit 2017, kur Zoti Meta u zëvendësua nga Zoti Petrin Vasili si kryetar i LSI-s, ka qenë në respekt të plot të ligjeve shqiptare dhe amerikane, se çdo marrëveshje miratoi në kryesinë e partisë dhe se një titullar caktoi për të firmosur dhe ndjekur zbatimin e saj sipas klauzolave të rëna dakord me kompanitë përkatëse dhe se Zoti Meta kur as nuk ka autorizuar dhe as nuk ka patur dieni se një person apo kompani në Shqipëri apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ketë bërë pagesa të padeklaruar pra të panishme për interes të LSI-s. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se tani më, prioriteti ynë është që të ezaurojmë sa më parë gjykatën kushtetuese dhe ta çojmë sa më parë masën e rrëmbimit, se nuk ishte arrestim, por ishte një rrëmbim kriminal i Zotit Meta në gjykatën e Strasburgut, ku edhe do të provojmë botërisht se asnjëherë nuk ka qenë qëllim hetimi i Zotit Meta, sepse kjo ka ndodhur pa pagesa, madje edhe tani më e faktuar në mënyra të panishme, por se rrëmbimi i tij banditesk dhe terrorist ka ndodhur me qëllim jo vetëm për pengimin në zgjedhjet e 11 majit, por me qëllim edhe rrëmbimin e drejtimit të Partisë së Lirisë dhe të dhunës së saj, me qëllim gjymtimin e pluralizmit politik. Të mos harrojmë se para këtij rrëmbimi kriminal, një fushat e sponsorizuar nga Charles Megonigal, nga Edi Rama, e financuar qartësisht me paratë e inceneratorëve, ju lutem regjist të tregoj titujt bombastik në thojza të përdorur nga gazetarët e kapur prej SPAK-ut prej tetorit apo prej mesit të vitit 2023 e në vijim, duke pretenduar deri se Zoti Meta do të arrestojë, se Zoti Meta e priste shumë shpejt do të burgosej, se kishin filluar tani më hetimet, se çifti Meta Kryemalli tani më sipas tyre ishte kapur në rrjetën e Merimangës e të tjera çuditëra e marrëzira që në fakt nuk ishin dhe nuk janë asgjë tjetër veçse një fushat kriminale mediatike e nxitur nga SPAK, e financuar nga Charles Megonigalët dhe sigurisht nga paratë pistat të incenatorit që nuk ekziston, në mënyrë që të pretendoj apo të inskenoj le të themi një përpjekje në mendjen e tyre e Zotit Meta për t'u aratisur nga vendi, ndërkohë e kundërta është e vërtetë, Zoti Meta tani më e ka bërë edhe vetë të qartë edhe publike, se edhe pse nga shumë partnerë të huaj dhe miq të huaj ka patur oferta dhe është paralajmëruar se do të arrestojë nga regjimi i Ramaduros, duke ju ofruar deri dhe azil në vendet e Bashkimit Evropian dhe në NATO, ai i ka refuzuar në mënyrë kategorike këtë oferta, sepse Zoti Meta udhëhiqet nga parimi i transparencës dhe nga parimi i ballafaqimit, me pavarësisht se kjo drejtësi në fakt nuk meriton të quhet e tillë, megjithatë ai kur nuk i është mangur transparencës dhe ballafaqimit edhe me këtë strukturë kriminale si SPAK, ka shkuar aty sa herë është thirrur, por qëllimisht të tilla lajme u stisën, u sajuan dhe u amplifikuan në mediat e regjimit, e përsëris të financuara me paratë e inceneratorit, në mënyrë apo me shpresën se Zoti Meta mund të praktiste vendin, kur e kundërta është e vërtetë që edhe ditën e arrestimit ai ka qenë duke u kthyer nga Kosova për të realizuar një konferencë live me mediat në selinë e Partisë Lirisë dhe ndërkohë ka është përgjigjur pozitivisht çdo thirrje për të shkuar më falni në SPAK, për të përgjigjur pyetjeve të prokurorëve të Edi Ramës, pavarësisht të qëndrimeve të tij publike në raport me ta. Megjithatë, është e qartë se gjithçka ka qenë dhe mbetet thjesht një farsë e shekullit, e inskenuar, e urdhëruar nga Edi Rama, e diktuar nga Charles Megonigali, dhe firma vetëm është e Altin Dumanit. Megjithatë, ne do të vjojmë çdo ditë të provojmë se SPAK në fakt ka qenë vetëm një zbatues i verbër i urdhrave për burgosjen
të Edi Ramës, urdhra të cilat e përsëris janë dhënë nga krye narkomani i rilindjes Edi Rama nga tribunat e Partisë Socialiste, ashtu sikur do të provojmë se SPAK ka azisuar përfundimisht pavarësinë e gjykatave të brendshme përmes përgjimeve, por edhe shantazheve. Të mos harrojmë se vetëm pak kohë më parë u bë publik fakti se si antarët e gjykatës kushtetuese ishin vënë në përgjim nga SPAK, sigurisht për të shantazhuar ose sidomos paraprake para se Edi Rama të ndërmerte fushatën e tij për uzurpimin përfundimtar edhe të kësaj gjykate. Gjithashtu, ne do të provojmë se SPAK-u po i bën këto shërbime të verbra politike, sepse Altin Numani nuk kërkon asgjë tjetër veçse një mandat të përjetshëm, duke garantuar pandëshkueshmërinë e mega aferave të Edi Ramës dhe duke dështuar qëllimisht goditjet ndaj krimit zgjedhor dhe atij të organizuar. Shtyrja dhe zvarritja e hetimeve është i vetmi interes i dyshes apo më saktë i treshes Rama Begoni nga Numani, sepse interesi i tyre është vetëm politik, pasi ata të smerohen nga të vërtetat e Ilir Metës, edhe kur ai është në kushtet e një izolimi ekstrem. Në një rast, si referencë mund të sjell si shembull edhe shtyrjen për të katërtën herë të hetimeve për ish-krahun e djathtë të Edi Ramës, i cili edhe pse 2 vjet në hetim, SPAK ende nuk ka asnjë provë për ta implikuar atë në raport me akuzat e ngritura, sepse tani më është e qartë se afera apo mega afera e inceneratorit të Tiranës, që nuk ekziston, pagesat për cilin ende vijojnë, pra afera e inceneratorit u tentua të zbulojë me vibratorin gjoja të zbuluar në banesën e zotit Ahmetaj, pra janë të njëjtat lajme si kundër ato të cilat u fabrikuan ndaj zotit Meta, i cili prej 2 vitesh opinioni publik u bombardua me emrin e tij, do të arrestohet sot apo do të arrestohet nesër. Por të gjithë shqiptarët duhet të jenë të bindur se treshja Numani, Begoni Gal dhe Edi Rama, apo më saktë regjimi i Ramaduros, do të dështojnë plotësisht në të gjithë investimin e tyre mafios, të nxitur e përsëris nga Edi Rama dhe nga Charles Begoni Gal, që në dhjetor të vitit 2019, që të gjenë edhe një provë, sado minore, që të përbëjë provë apo një fakt penal kundër Ilir Metës. Ramaduro dhe regjimin e tij, përfshi këtu edhe strukturën kriminale SPAK, është e qartë që i tmeron edhe një intervistë tek kolegja e shumë gazetarëve të pavarur, pra zonja Beti Juma, dhe shpikin her pas here dënime sa groteske, aq edhe të turshme, që në fakt nuk janë asgjë tjetër veçse një shkelje kriminale e të drejtave të njerëzit, sikundër ishte rasti i sotëm i mohimit edhe i të drejtës së presidentit Meta, i cili nuk po kërkon asnjë privilegj, por vetëm zbatimi korrekt të ligjit të avokatit apo të përfaqësuesit të studios ligjore të caktuar, të cilit ju mohua sot kjo e drejtë. Ndaj, Partia e Lirisë është e vendosur për të vijuar këtë betejë, sepse kjo në radhë të parë është betejë për mbrojtjen e interesit kombëtar dhe publik të shqiptarëve, të cilët po gabiten çdo ditë në mënyrë barbare nga një regjim kleptokrat dhe që kërkon që të instalojë frikën dhe heshtjen përmes përndjekjes së drejtuesve të opozitës, por edhe të gjithë kritikëve të regjimit. Ju falenderoj.